Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Habit mjeku, ky gabim që po bëni me fasulet mund t'ju kushtojë jetën. Shumica e njerëzve fillimisht I lajnë fasulet në ujë përpara se t'i gatuajnë. Megjithatë, nëse nuk e bëni këtë, mjekët paralajmërojnë se po bëni një gabim të madh. Edhe pse arrat, farat, drithrat janë ushqime të shëndetshme, për shkak të acidit fitik, ato mund të jenë të dëmshme për organizmin. Ky acid lidhet me elemente të rëndësishëm si bakri, magnezi, jodi, hekuri dhe zinku, për shkak të cilave ato ekskretohen nga trupi përpara se të arrijnë të kursejnë ndonjë përfitim prej tyre. Acidi fitik është një nga shkaqet më të zakonshme të anemisë dhe mungesa e hekurit të vegetarianët sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë OBSH, citon endokrinologja Zura Pavlova. Por cilat janë ushqimet e pasur me acid fitik? Pavlova thekson se tërshëra, orizi, gruri, të gjitha drithrat, fasulet, thjerëzat, kikirikët dhe bizelet dhe soja kanë shumë acid fitik, si dhe arrat dhe lajthit bajamet. Një sasi e madhe acidi fitik gjendet edhe te farët e luledjedhit, lule kuqes, lirit, të kungujve, farët e susamit dhe tek fasulet. Të gjitha këto ushqimet përmbajnë një numër të lartë të lëndëve ushqyese të cilat organizmi ka nevojë, por duke I pastruar ato si duhet do ta keni më të lehtë edhe gatimin e tyre. Për të shpëtuar nga acidi fitik që ka në fasulet, duhet I trajtoni ato në trajtim termik, t'i zhysni në ujë të paktën 3 deri në 4 orë ose gjatë gjithë natës përpara gatimit, ose edhe t'i shplani me hir. Përpunimi I kombinuar zhytja pastaj ngrohja e tyre do ta largojë këtë substancë. Dhe këto janë metodat më të mira të gatimit të fasuleve sipas ekspertëve për të evituar më pas edhe problemet që mund të lindin në shëndetin tuaj. Fasulet janë një ushqim popullor në shumë kultura dhe janë ushqim bazë edhe në kuzhinën tonë. E prezantuar në Europë në shekullin e 15 nga spanjollët, ato ose në një vend të veçantë në gatime tradicionale. Sipas studimeve të fundit, fasulet e zeza janë legumet më të mira për traktin digjestiv, por duhet të konsumohen gjithmonë brenda normës së lejuar. Fasulja është ndër ushqimet më të dobishme dhe një burim I proteinave si dhe është një ushqim që I takon kuzhinës tradicionale. Fasulja është një bimë njëvjeçare nga familja e bishtajave e cila posedon shumë përbërës ushqyes, prandaj edhe nuk duhet jetë pjesë përbërëse e gatimeve të shpeshta, por duhet të konsumohet me moderim. 3 deri në 4 pjata fasule në javë është një masë e mirë për të marrë vlerat kalorike dhe ushqyesit më të mirë të proteinave dhe mineraleve që ato ofrojnë. Ajo është një burim I rëndësishëm I mineraleve ushqyese biologjike. Prandaj mesatarisht 100 gram fasule përmbajnë 52 gram karbohidrate, 26 gram protein, 2 gram hekur, 4 gram fiber, aminoacide esenciale, fosfor, kalcium, kalium, magnez dhe hekur. Fasulet përmbajnë më shumë protein se sa të gjitha bimët e tjera. Vetëm një filxhan fasule ofron 1/4 e proteinave për të cilat kemi nevojë çdo ditë. Fasulet përmbajnë edhe vitamina të shëndetshme për zemrën, siç janë vitamina B, hekuri dhe kalciumi. Po ashtu konsiderohen si pastrues natyral sepse kalojnë në përzor dhe kanë aftësi të eliminojnë kolesterolin. Ashtu si sëmundjet e zemrës, rastet me probleme në trupin tuaj janë gjithmonë në rritje. Ushqeja në një dietë të lartë me fasule mund të jetë një gjendje që të ndihmojë në uljen e gjasave për të shkaktuar radikalet e lira probleme në trupin dhe në shëndetin tuaj. Fasulet kanë një përqendrim të lartë të numrit të kimikateve që janë të njohura për luftimin kundër radikaleve të lira duke përfshirë fitosterole dhe izoflavone. Fasulet ndihmojnë gjithashtu në humbjen e peshës. Vetëm një shërbes e vogël me fasule kryen një punë të madhe sa u përket fibrave. Fibra është një element I rëndësishëm për humbjen e peshës, pasi që zgjat procesin e trembjes. Kjo ndihmon që të bëni edhe që të ndjeheni më të lehtë dhe më të ngopur, por në një periudhë më të gjatë kohore kjo do ju ndihmojë në humbjen e kalorive të tepërta. Fibrat e fasules shkaktojnë që sheqeri në gjak të rritet më ngadalë, duke ndihmuar që të largohet edhe brenga nga uria për një periudhë më të gjatë kohore, ndërsa keni edhe një dietë të kontrolluar. Fasulet ndihmojnë edhe në menaxhimin e luhatjeve të sheqerit. Fasulja është një nga produktet ushqimore më të preferuara për diabetikët. Për shkak të kombinimit të tyre unik të proteinave dhe karbohidrateve komplekse, fasulja liron glukozën më ngadalë duke u bërë më e lehtë për trupin e një diabetiku për të rregulluar këtë fluks.
Për këtë arsye, një dietë e lartë me fasule ndihmon një diabetik, sidomos kur krahasohet me nxitjen e papritur të sheqerit në gjak që është përjetuar pasi të hajë një vakt me karbohidrate të thjeshta. Fasulja është aleate e mirë e organizmit edhe kundër kolesterolit të keq. Përveç kësaj, për të qenë një burim i madh i proteinës, fasulet janë të njohura më mirë për përmbajtjen e lartë të elementeve që janë në ndihmë shumë e mirë për organizmin si fibra. Shumica e njerëzve nuk marrin fibra të mjaftueshme në dietën e tyre për të siguruar një shëndet më të mirë të zorëve. Një dietë e lartë me fasule ndihmon për ta korrigjuar atë. Përveç kësaj, fasulet janë vendimtare në kontrollin e nivelit të kolesterolit. Ullëntuesit kanë zbuluar se gjysma e pjesës së fasules ofron rreth 10 gram fiber. Kjo është e njëjta shumë që ka treguar për uljen e nivelit të kolesterolit LDL rreth 10%. Përveç kësaj, fasulet janë të larta në fitosterol dhe saponinet, të cilat janë të njohura edhe për uljen e problemeve tuaja të kolesterolit. Edhe pse prej kohësh flitet se konsumi i fasuleve i bën mirë shëndetit, sot kësaj perime do t'i kushtojmë më shumë vëmendje për shkak të informacioneve që dalin në dritë. Fasulet kanë vlera të jashtëzakonshme energjike me përmbajtje pothuajse të gjitha aminoacideve thelbësore. Shkencëtarët zbulojnë se një dietë e pasur me fasule mund të zvogëlojë rrezikun e problemeve të zemrës dhe disa llojeve të tjera të imunitetit. Udhëzimet e Qendrës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2005 për ushqimin e shëndetshëm rekomandojnë një dozë ditore prej 3 filxhan fasule në javë për të marrë vlerat e tyre në organizëm. Fasulet kanë vlera të jashtëzakonshme energjike dhe përmbajnë pothuajse të gjitha elementët thelbësor që trupit i duhet, si për shembull edhe mineralet që ajo ofron, duke u cilësuar si një nga produktet ose më saktë një legume mjaft e pasur për organizmin. Gatimi i gjellës me fasule ose dhe gatime të ndryshme të saj mund të sjellin përfitime të larmishme për trupin e njeriut, siç mund të jenë për shembull edhe burimet e lektinës, kaliumit, kalciumit, hekurit, fosforit, magnezit, zinkut dhe natriumit. Janë një burim i shkëlqyer i proteinës dhe ndryshe nga burimet e tjera, fasulet janë të ulta në yndyrë dhe nuk përmbajnë kolesterol të ngopur. Nga vitaminat është një burim i shkëlqyer i acidit folik, vitaminës B6, vitaminës K, riboflavinës B2 dhe B3. Gjithashtu elementët që gjenden te fasulet mbrojnë qelizat nga radikalet e lira. Studime në shkollën e shëndetit publik të Harvardit raportuan se gratë që hanin fasule të paktën 2 herë në javë kishin 24% më pak gjasa të zhvillonin probleme të gjirit, sëmundje të zemrës, diabet të tipit 2, presion të lartë të gjakut dhe probleme të zorës së trashë. Por çfarë i bën fasulet kaq të shëndetshme? Fasulet janë një burim i mirë i proteinës dhe ndryshe nga burimet e tjera, ato janë të ulta në yndyrë dhe nuk përmbajnë yndyra të ngopura dhe kolesterol. Një racion fasule siguron 20% të nevojës ditore për fibra. Ullëntimet kanë treguar se njerëzit që hanë fasule marrin më shumë nga këto lëndë ushqyese kryesore se sa njerëzit që nuk konsumojnë fasule. Shkencëtarët nga universitetet shtetërore të shtetit amerikan të Colorados testuan 6 lloje të zakonshme të fasuleve që mund të gjenden në treg dhe matën sasinë e antioksidantëve në secilën prej tyre. Testimi tregoi se fasulet e kuqe, shumëngjyrëshe dhe blu të errët kishin deri në 10 herë më shumë antioksidantë dhe substanca të tjera medicinale sesa fasulet e bardha dhe ato të verdha, dhe kështu kishin edhe përfitime më të mëdha për shëndetin tuaj. Një përfitim tjetër i madh i fibrave dietike është aftësia për të ulur nivelin e kolesterolit LDL dhe për të zvogëluar rrezikun kundër problemeve koronare dhe sigurimi një ekuilibri të shëndetshëm të kolesterolit. Fasulet mund të ndihmojnë në uljen e shanseve për zhvillimin e arteriosklerozës dhe sulmin në zemër. Fasulet janë një burim shumë i mirë i proteinës bimore që mund të shtohen në dietën tuaj, pasi një filxhan i vetëm do të ofrojë gati 15 gram proteinë. Proteina zbërthehet në aminoacide të rëndësishme që përdoren për prodhimin e energjisë dhe rritjen e indeve të muskujve. Gjithashtu, fasulet janë të mira për shëndetin e kockave, tretjes dhe përmirësimin e shikimit, dhe konsumi i tyre në dietën tuaj të përgjithshme do të jetë një mundësi për të marrë vlerat më të mira që ato legume do t'i ofrojnë në trupit dhe shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like,
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.